Ndërkohë që vijon numërimi i votave të diasporës, drejtuesi politik i qarkut të Shkodrës në një intervistë për Fox News deklaroi se procesi i numërimit është ende në vijim dhe se analiza përfundimtare do të bëhet pas përfundimit të tij. Numërimi i votave më duket se vazhdon. Analiza ka kohën dhe momentin e vet. Ne jemi akoma në vazhdimsi të luftës për votën e lirë dhe votën e shqiptarëve. Vota është numëruar formalisht, por nuk është numëruar vota e drejtë, vota e shpirtit njerëzve dhe vota e dëshirës tyre, pasi ky rezultat nuk reflekton atë çka ata duan, nuk reflekton vullnetin, sepse ky vullnet është i grabitur në ato forma që Rama i ka aplikuar dhe më përpara, por duke ardhur duke i sofistikuar siç ka ndodhur edhe në këto zgjedhje. I pyetur nëse është i kënaqur me rezultatin e qarkun e Shkodrës, zoti Boçi u shpreh se falenderojnë qytetarët shkodran për mbështetjen, por shtoi se synimi i tyre fillestar ishte arritja e 6 deri në 7 mandate në këtë qark. Jam i kënaqur me qytetarët e Shkodrës, qytetarët e qarkut të Shkodrës, përfshirë Vaudesin, përfshirë fusharës Puk, përfshirë Malsinë e Madhe, i kënaqur me punën e strukturave të Partisë Demokratike, vlerësoj punën e ekipit të kandidatëve për deputet, por rezultati në këndvështrimin tim mund të ishte dhe më i mirë. Ne kishim një objektiv të qartë, deri 6 apo 7 deputet, ky objektiv nuk shkoi deri në realizim për shkak të atyre skemave që u përdorën nga Rama. Debati për lidershipin e opozitës vijon të jetë në qendër të vëmendjes, veçanërisht pas rezultateve të fundit zgjedhore. I pyetur nëse Sali Berisha duhet t'i jap dorëheqjen, zoti Boçi deklaroi se Partia Demokratike ndodhet në mes të një betejë politike dhe se sipas tij, ky nuk është momenti që lideri historik të tërhiqet. Këtu ne jemi në luftë dhe ne nuk ndrohemi gjatë luftës. Unë po iki, ti po rri, ai po lufton. Ne jemi të gjithë në një front. Drejtuesi i Partisë Demokratike është Sali Berisha, ishte drejtuesi i fushatës, vazhdon të jetë, fushata ka fazat e veta, sot është lufta post fushatës, do thoj dikush, por jo, është luftë që vazhdon sepse është luftë për votën e lirë. Sali Berisha është aty, është drejtuesi i Partisë Demokratike, është në drejtim të kësaj lufte për të kërkuar realizimin dhe për të gjetur atë që shqiptarët sot e duan, që është vullneti i tyre, i cili rrëmbet, i cili fshihet, i cili blihet, themi, trysnohet, dhunohet dhe në fund kemi një rezultat të këtillë të palogjikshëm, sepse njerëzit shpesh kërkojnë fakte. Fakte janë, faktet i kemi denoncuar, po fakte është edhe logjika elementare që sot vepron. Nuk mundet kurse si, domethënë që të vazhdojë të jetë ky kryeministër. Dhe pyetja më e drejtë është duhet dorëhiqet ky kryeministër, jo duhet dorëhiqet Berisha apo jo.